lajmëru këfurin, e kemi lajmëru edhe FSK-n. Dikush për një me ka mundësi edhe me në animu momentin që e shë storën të jo. Sot me terren jemi në fshatin Arllat të komunës së Drenasit. Ky kamion i mbeturinave që po e shihni në pamje, në këtë gjendje është tash e 8 ditë. Sipas OE-shiut, kamioni ka rshit edhe ka mbetë në këtë gjendje e që e ka bllokuar edhe rrugën që të dërgojnë për tek shkolla. Sipas informacioneve tona, është tentuar disa herë që kamioni të largohet nga rruga, mirë po ka qenë e pamundur. Bile është kërkuar edhe ndihma e FSK-s. Me sa po e shohim nga terreni, ky shirit, kjo lisë është e vetmja siguri që e mban kamionin që të mos rrezohet. Ndiqni pamjet më pas edhe bisedën telefonike me drejtorin ekzekutiv të kompanisë pastrimi. A është tentuar ose çka ka ndodhur, pse nuk po largohet ky kamion nga rruga? Çka ka ndodhur? Sakt. Në fakt, Leonor, qëra i kamione e kryen zakonisht shërbimin të një shkolla ato që është. Edhe atë ditë kur ka dalë me kry shërbimin, normalisht u konë jo veç një ditë, po komplet java u konë me reshe shio, edhe kamioni ka rshit edhe u meti bloku në atë pjese. Janë shumë faktor, rruga shumë e ngusht, pastaj pjesa ku ka sharru kamioni është një pjesë ku për shkak treshjeve edhe ka ngec ato. Na i kemi lajmëru, i kemi bo kitë përpjekjet me largu dhe sot jemi të tentu prap në bo një gjotë tilë. Kemi thirë kompani të veçanta që e bojnë bortin e tyne, kemi lajmëru emergjencat, i kemi lajmëru këfurin, e kemi lajmëru edhe FSK-n, kemi tentu me ketë këta akter me kry, po nuk kemi arrit. Na jemi vazhdimisht edhe në komunikim edhe me komunën e Drenasit, ku bashkarisht kemi tentu edhe i kemi ftu edhe këto aktert me në animu, po ka qenë e pamundur me bo largimin për asoj pjese, për shkak se nonën e majt ku është ngec kamioni, e kemi një pjesë një ora të në tokë, e cila për shkak treshjeve nuk mon pesh. Prap, mënët me na u paraqit problemet edhe me pajisje tjera nëse tentojna me i. Fatkeqësisht, do pajisje që do të mund na kishin kry punë, është problem me i qu deri atje, për shkak të telave të rrymës edhe këto kushteve tjera që po na i pamundsojnë. Po me gjithat, na prap jemi të e boni varë përpjekje, sot dikush na u ka zëtu që ka pajisje që nështë amënët edhe me bo largimin. Fatkeqësisht edhe sot ka pos reshe shiot, kemi mojti me që mos pëndolën reshet edhe kryot e forcia e tokës edhe me pos një mundësi maklet. Ato një problematika është që na nuk pëmojmë me dalë me një pajisje tjetër, me i dalë edhe kamionet për para që në njërë që për i bjonve me mëri. Kështu nga kanë thonë edhe këta persona që janë ma përgjesh për me i largu. A është lëndu ndonjë punëtor ose shoferi kamionit? Jo, nuk ka pas lëndim. Ato u konë të ecë, po për shkak treshjeve ka ndodhur një rrshitje e kamionit, edhe i njëjti tani mas ne ka metë që shpeshe edhe vetë, po bëse jenë të rënë. Po, këtu jam. Ne i kam pomjet e di që është situata, po fatmirësisht nuk ka pas lëndum, e fatkeqësisht neve po na pamundsohet me largu edhe me liru. Me rëndësi, ju jeni të uzotu që jeni duke punu që drejten për me largu kamionin për këto. Po, edhe sot besoj vjen prap një ekip tjetër, na i kemi provu këtë variantet, na i kemi kontaktu edhe FSK-n, edhe emergjencat, edhe këfurin, edhe nëse veç pasi emision, nëse dikush për një me ka mundësi edhe me në animu momentin që e shë storën të jo, kish me qenë shumë e mirë sa ardhën për neve, për shkak se përveç pjesës rrugës që është bloku, normalisht kamioni është nevojshëm edhe i rëndësishëm për punë tona ditore.